Kjo fundjavë e qershorit solli fluks automjetesh të nisura drejt Florës, hyrja e qytetit bregdetar, por edhe të gjitha rrugët e qytetit, të cilat të çojnë drejt Bregdetit, u gjendën të pushtuara nga trafiku. Një gangren e vërtet vazhdon të jetë trafiku i rënduar i automjeteve në Vlorë, e cili me sa duket, pavarësisht rrugëve të reja, sërish nuk po gjen zgjidhje. Trafiku i automjeteve nis qysh në hyrje të qytetit, qysh në orët e para të mëngjesit. Një nga rrugët me fluksin më të lartë të automjeteve është ajo e Transballkanikës, ku trafiku u paralizua për minuta të tëra e ku shumë automjete mbetën të bllokuara. Trafiku problematik këtë të shtunë ishte po ashtu edhe në rrugën Kosova, por më pas për të vijuar edhe në lungomare apo në aksin Vlorë Radhim Orikum. Janë këto akse që janë kryesisht plazhet e Vlorës, të cilat pushtohen nga makinat. E për të shkuar nga hyrja e qytetit në Orikum, këtë të shtunë të duaj më tepër se një orë, kur kjo distancë në kohë normale kryhet për më pak se 30 minuta. Fundjava dhe fluksi i pushuesve me sa duket në Vlorë nisi dhe pritet të vazhdojë edhe gjatë gjithë sezonit veror. Megjithatë, policia rrugore duhet të jetë më e pranishme dhe më ekzistente fizikisht në një situatë të tillë, për të bërë të mundur edhe drejtimin dhe orientimin e duhur të automjeteve.